Qyteti dhe rrugët e Gostivarit këto ditë janë mbushur plot. Kjo pamje, e cila i kishte munguar qytetit për një kohë të gjatë, është rikthyer pa ardhje së bashkëdhetarëve në vendingje, duke sjellë gjallëri dhe lëvizje të shtuar në çdo cep të qytetit. Megjithatë, krahas gjallërimit, një problem i madh mbetet komunikacioni rrugor. Në pjesën qendrore të qytetit, hyrja me veturë shpesh nënkupton pritje të gjata dhe durim të madh për shkak të kolonave dhe mungesës së hapësirës për qarkullim. Ngarkesë e ngjashme vëret edhe në bulevardet kryesore të qytetit, ku trafiku është i dendur gjatë gjithë ditës. Bashkëdhetarët që takuam shprehen se ndjehen të mallëngjyer për vendlinjen dhe rikthimin në Gostivar për ta është gjithmonë emocionues. Megjithatë, ata nuk hezitojnë të theksojnë problemet me mungesën e vendparkimeve dhe rrëmujën që krijohet në trafikun rrugor. Jemi mbërrimtar nga fshati Strajan, i lindur në Gostivar. Jemi mbërrim gjatë rrota në jetën. Gostivari është shumë i bukur për infrastruktura shumë e dobët. Sidomos për rrugën e Mbretërisë, ku quhet, e kanë bën ndalimin një anë më ndalohet, me një anë parkohet. Është një ënshe. Kurse ka rrugica në 3 anë parkohen, ka me 2 ënshe ka qenë. Ajo është infrastruktura shumë e keqe është. Gostivarit i mundojnë shumë sene, për nuk e di, unë nuk mire me atë gjë, për kur vim çdo vit, tash jemi pensioner krejt prej aqe, i mundojnë shumë vende. Parkplacat, mos flasim për parkplacat. Infrastruktura që më bë banesat, merre bulevarin ku jetoj une, ku të mlim aty, që rrugë e vjetër një zholla para pullëve, ta se di si quhet. Krejt ato banesa që mbon një parkplas, një garash nuk kanë. Krejt veturat i lojnë jashtë. Si u ipet leja, bëhet shtëpia mos shit një vend parkplasi. Për shembull, dhe kom një shtëpi që u bë aty mos ja ze emrin kush çfarë qish, mund të rruga sa një të shumë ato që është rrugë shtëpi e ditë. O bë zgradë me 12 familje, se di sa familje jon, nuk ka asnjë parkplas, kush i ka dhënë atë leje. Për atë infrastrukturë, ajo është gabim shumë i madh. Fetal. Mirë, Gostivari i lezet që të shumë për ne mërgjimtarët. Një pjesë e madhe e mërgjimtarëve do të qëndrojnë në vendlinje për pushime, por edhe për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat do të zhvillohen më 11 janar. Kemi ardhur për votime më shumë. Ta votojmë Gostivarin, ta votojmë qytetin që ta bëjmë bukur si New York ose si Londoni ose si Bern i Zvicrës. Po, do qëndrojmë për zgjedhje këto jemi tash shofim. Çfarë mesazhi keni për politikanët? Çfarë duhet bëjnë me këtë qytet? Po ta politikanët duhet pak më shumë zgjohen, pak më shumë. Merë janë nërë të hajdi, sa më së më vazoj me emnë, se ma pa demendin se e që është shumë merë. Gostivari është shumë i bukur, po inshallah shpresojmë që të bëhet edhe më i bukur, që të punojnë këta që vinë në votimet që të votohet ai i njeriu i zgjedhën që duhet të punojnë jo premtime boshe, po shkojnë punët në rregull në vend. Sa i përket zbukurimit të qytetit për festat e fundvitit, si vjet Gostivari nuk do të ketë dekorime festive. E vetmja formë argëtimi për më të vegjëlit është një babatimët, i cili në mënyrë private ka dalë në sheshin e qytetit dhe po fotografohet me fëmijët, duke sjellë sa do pak atmosferë festive.